Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithi konsumoni ullint, por askush nuk e di se çfarë i shkaktojnë trurit. Ullindë klasifikohen si fruta me bërtham të njëjtës familje ku bëhet edhe pjesë qershia dhe pjeshka dhe mund të cilësohen gjithashtu një nga ushqimet më të shijshme të stinës së vjeshtës dhe të dimrit. Ullint e gjelbër mlidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinj kur janë pjekur edhe plotësisht. Të dyja llojet konsiderohen të pasura me yndyrna të shëndetshme për organizmin. Në këtë video, sipas health.com, do të rendisim përfitime të rëndësishme që do të marrë trupi juaj nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Ato do të përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeroi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj edhe konsumi i ullinjve është shumë i rëndësishëm për të pasur kocka të forta dhe më të shëndetshme. Ullinjt janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Acidet yndyrore të ullinjve ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Ato mbajnë larg edhe dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt mund të ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjeve, duke sjellë kështu rezultate më të mira në këtë aspekt. Ato janë shumë të pasur me antioksidant. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidantë arrin të parandalojnë kolesterolin dhe problemet që mund të shfaqen në enët tuaja të gjakut dhe mund të jenë një aleat i çmuar i organizmit tuaj. Nëse doni të keni një organizëm të shëndetshëm dhe të mos vuani nga këto shqetësime, atëherë ullinjt duhet të jenë pjesë e pandare dietave tuaja. Ato janë të pasura me baktere të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë kështu edhe laktobacile, një nga bakteret më të mira për stomakun dhe përmirësojnë gjithashtu tretjen, janë efektive në parandalimin e këtyre shqetësimeve dhe mund të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Ato janë efikas gjithashtu edhe kundër shqetësimit tuaj të rrullave. Ullinjt përmbajnë acide oleike që mbajnë lëkurën të butë të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e përditshme e tyre mund të sjellë përmirësim të dukshëm të shëndetit të lëkurës dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tyre. Nëse doni një organizëm të shëndetshëm dhe të mos vuani nga këto shqetësime, atëherë ullinjt duhet të jenë pjesë e pandare dietave tuaja. Ato do të ulin rrezikun e mbipeshës dhe të diabetit. Këto fruta me bërtham janë të shkëlqyera edhe të pasura me yndyrna mono të pangopura që do të ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit tipi 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse konsumoni ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nërproduktet e tij. Ulliri është një zgjidhje shumë e mirë edhe në uljen e oreksit të tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalësojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për informimin e trurit që është i ngopur. Gjithashtu ato do të sjellin përfitime të mira në shëndetin tuaj. Duke mbajtur larg shqetësime të ngjashme si këto, ullinjt mund të kthehen në një aleat të vërtetë të organizmit. Ullinjt mund të jenë një formë e shtuar e organizmit tuaj për të marrë vlera të larta ushqyese. Këto fruta jo vetëm që janë të shijshme, por përdoren edhe ndër ushqime, por janë edhe shumë të shëndetshme. Ullinjt, sipas ekspertëve të Brightside, janë një zgjidhje shumë e fortë ushqyese. Ato janë një mundësi për të humbur gjithashtu edhe peshën e tepërt trupore. Kur ju konsumoni ullinj, do të merrni sasi të mirë të fibrave në dietën tuaj. Fibrat, lipidet e nevojshme për organizmin gjithashtu do të ndihmojnë në mbajtjen e substancave të mira dhe në ndjekjen e kalorive të tepërta, një aleat i çmuar i organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Do të mirëmbani edhe shëndetin tuaj të zemrës. Acidet yndyrore të cilat gjenden te ullinjt, si acidi oleik, ky acid yndyror, për vlerat e tij ka aftësinë të zvogëlojë gjithashtu problemet tuaja të kolesterolit dhe të sjellë rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Nëse doni të përfitoni në këtë aspekt, atëherë ullinjt duhet të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Doni të keni një sistem imunologjik më të fortë. Ullinjt përmbajnë antioksidant përkatësisht polifenole. Këto substanca bëjnë mbrojtjen e organizmit ndaj radikaleve të lira, të cilat dihet se shkaktojnë kështu edhe infeksione virale.
do të jeni më pak të rrezikuar nga lloje të ndryshme të radikaleve të lira. Ullinte përpos se bëjnë një mbrojtje të organizmit nga infeksionet, ato mbrojnë edhe kundër radikaleve të lira. Do të keni një memorie më të mirë. Polifenolet njihen për ndikimin e tyre në qelizat e trurit, me që rast ato largojnë edhe stresin dhe njëkohësisht edhe ndikojnë në përmirësimin e humorit dhe memorjes. Në një ullumtim të departamentit të neurologjisë në SBA është vërtetuar se polifenolet e gjetura tek ullinjt ndihmojnë shumë në përmirësimin e proceseve neutrale neurodegenerative dhe çrregullimeve të tjera psikike. Nëse doni të keni një lëkurë më të shëndetshme, atëherë përfshiheni ullinjt në dietën tuaj. Ullinjtë përmbajnë acido oleik, vitaminën E, të dyja këto përbërës të nevojshëm për një lëkurë të shëndetshme. Vitamina E ka funksione antioksidative, të cilat mbrojnë lëkurën nga radikalet e lira që shkaktojnë kështu edhe dëmtimet e saj. Gjithashtu, në përgjithësi, nëse jeni duke kërkuar për një zgjidhje më të mirë ushqyese për të humbur në peshë, atëherë ulliri duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë ushqyese që ai ka, do të jetë gjithashtu një mburojë e mirë për organizmin. Ndaj sigurohuni që të pasuroni dietën tuaj me këtë produkt të veçantë dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Ullinjtë mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Doni të keni një sistem imunitar më të fortë dhe të mbrojeni kundër këtyre shqetësimeve, atëherë përfshiheni ullinjt në dietën tuaj të përgjithshme. Ullinjtë, sidomos ato të zinj, janë të pasur me antioksidant të shëndetshëm që do të sjellin rezultate të kënaqshme për organizmin tuaj dhe do të mbajnë larg gjithashtu komplikacione të ngjashme të tyre. Ullinjtë ju ndihmojnë edhe në humbjen e peshës së tepërt. Ullinjtë përmbajnë yndyra të mira, ato të cilat trupi ynë i ka të nevojshme. Këto yndyra nuk akumulohen në stacionet yndyrore, kështu proteina dhe konsumi në mënyrë do ju ndihmojnë në humbjen e problemeve të ngjashme. Nëse doni të keni një sistem imunitar më të fortë dhe të mbani larg këto shqetësime, atëherë ullinjt duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Ato lehtësojnë dhimbjet dhe ulin gjithashtu edhe inflamacionet. Si ullinjt, ashtu dhe vaji i ullirit përmirësojnë edhe elemente antioksidantëve të fuqishëm që ato përmbajnë dhe do të sjellin kështu rezultate të kënaqshme në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve dhe do të përmirësojnë shëndetin tuaj. Ndaj, ullinjtë janë një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve të trupit. Ullinjtë janë të rëndësishëm edhe për shëndetin e flokëve, edhe atë të lëkurës, që do të sjellin kështu një ndikim pozitiv në mbajtjen larg të këtyre problemeve. Ullinjtë dhe vaji i ullirit kanë ndikime të mahnitshme në trupin tonë. Ato përmbajnë sasi të madhe të acideve të pangopura yndyrnave omega 3. Këto acide ushqejnë, ju mbrojnë, hidratojnë lëkurën dhe flokun tuaj. Përmbajtja e vitaminës C, e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultraviolet, vaji i ullirit ushqen lëkurën dhe flokun. Ai do të përmirësojë gjithashtu në mënyrë natyrale edhe sistemin tuaj tretës. Ullinjtë janë një ushqim i pasur me fibra, të cilat janë shumë të nevojshme për funksione normale të sistemeve tona imunitare dhe mund të ndikojë gjithashtu pozitivisht në mbrojtjen e organizmit në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Vitamina E dhe yndyrnat e pangopura pastrojnë trupin nga radikalet e lira dhe sjellin gjithashtu rezultate të kënaqshme ushqyese në këtë aspekt. Një filxhan i ullinjve të zi përmban 17% të marrjes ditore të fibrave, që ndihmon kështu në procesin e ushqyerjes dhe shpërndarjen e këtyre përfitimeve. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga konsumi i ullinjve, atëherë duhet t'i bëni me patjetër pjesë të dietave tuaja të përditshme. Duke ditur kështu rëndësinë ushqyese që ato kanë, do të jenë një aleat i vërtet i organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.